Tregohet njëri në shkretir, shikon një plum ishte, shpend. Krahun e kishte të thyrë dhe shikimin e kishte të dobësuar. Edhe tha, do ngordhi. Ky person, besimtar i mirë, desh i madh i Zot e solli i plum tjetër, duke u kujdes për atë, duke i dhënë ushqim. Edhe e mori pak veten. Ky rrinte i shtang. Kaloi i farë kohë, plumi iku dhe erdhi prapë ushqeu. Dhe ky çfarë tha? Për Zotin tha, mbas kësaj që kam parë, s'kam të punu mo. Kur Zoti tha mendon për plumin, do mendoj dhe për mu. Por i gjithë jetën xhami tha. Edhe e zgjidh, edhe shko. Prandaj kjo punë është me dituri. Islami filloi me diturit dhe ndiqet nga intelektualët dhe nga masat. Bestytnit, ideologjitë e kota drejtohen nga ignorantët dhe ndiqet nga njerëzia. Mbaje mend këtë. Dhe shkoi ke Ibrahim ibn Adhem, dietari i madh i ndriçuar nga Zoti i gjithësisë, tha, e kam ndar mendjen, jam bo zahid sot asket. Tha, të begatofti i madh i Zot, nga e nxorë këtë ursi, e kuptoi ai që po ja fut kot. Tha, me thon drejtën, pash i plum. Ai po thuaj se kishte ik shikimi, një krah ishte dëmtuar, nuk fluturonte dot, kur Zoti i gjithësisë i solli një plum tjetër. Edhe ushqeu dhe thash, kur Zoti i madh mendoi për plumin i cili ishte në këtë derexhe, do mendoj dhe për mua se jam krijesë më e lartë. I tha Ibrahimit, të falti i madh i Zot, po pse ti shkove në atë derexhe që more shembull ke plumit, dha që ishte në hall dhe nuk more shembull e plumit që e ndihmonte. Se tamam, pse s'tha për shembull ky plum po ndihmon plumin, unë do ndihmoj njerëzimin duke punuar. Po e gjeti kaj aski, ky duhet i kishte tamam, s'kishte dorë as të kaput mas dëmtuam, edhe e mori shembullin ka i që ishte si i verbër dhe i dëmtuam, nuk e mori ke plumi që dha bereqet dhe mirësi. Ne duhet shohim plumin që jep mirësi. Ne duhet mendojmë si të punoj, si të rris riskun, si të çoj përpara familjen time, si të çoj fisin tim, si të çoj njerëzimin, si të ndihmoj të varfrit.